Rreth 400 shtëpi të fshatit Strimnic 3 ditë janë pa ujë të pishëm dhe kjo ka ndodhur si pasojë e mospagesës së faturës së rrymës elektrike për pompat që i mbartin ujin e pishëm nga pusi kryesor i fshatit. Banorët ankohen se mospagesa e disa banorëve të këtij fshati ka bërë që shumica e tyre të ngelen pa ujë të pishëm dhe ata duhet që të mbushin ujë tek qeshmat publike, të cilat furnizohen me ujë të pishëm nga bunarët e këtij fshati. Ata për momentin nuk shohin ndonjë zgjidhje pasi që borxhi i tyre është shumë i madh. Ujë s'kemi në strujën, se me për strujës, me struj, është me bunar, në përpara ka kun me struj. Me strujistu ka konë, ama ka konë me sahat. Shta e kanë hekë për sahatin, e kanë bëma kësha të paguin. Ka 100 euro në mujt. Apëm, ama në ujë nuk kemi. Ujë që 3 ditë nuk kemi, arsijet janë se nuk paguhen, dikush nuk e paguhen, në tjere që e paguhen ne jesën pa ujë, apet, që jo arsija. Dhe këtë pikova e kemi pas, ne, jo piqtash. Edhe për para ka konë që kështu, ama konë me sahatat e rrimës. Atër pagushim, kur e pagushim rrimën, e pagushim edhe ujtin. Ndërsa kryetari i bashkësisë lokale të fshatit Strimnic thot se gabimi vetëm i EVN-s është se ata nuk na kanë paralajmëruar për ndërprerjen e rrymës dhe se borxhi i tyre është mbi 6.000 euro. Ata thonë se edhe pse nuk kanë të drejtë të ankohen pasi që rreth 70% e banorëve e kanë paguar rrymën dhe vetëm një pjesë e vogël nuk e ka paguar dhe për këtë arsye ata nuk kanë rrymë dhe nuk mund të fajsojnë asnjë. Po unë personalisht nuk mund të akuzoj askënd përveç fshatarëve tonë, se ne si fshat e menaxhojmë ujin vetë, privat. Pagesën e kemi, për shembull, paushall, jo nuk e kemi caktuar me litrazh apo me hidrometrat, nuk kemi asoj në fshat. Në të ardhmen mendojmë është puni me sipër ai projekt. Për shembull, ku thash se nuk mund të akuzoj personalisht askënd, se nuk është pajtuar për shembull EVN-ja, edhe pse EVN-ja ka ndalë sot rrimën, faktikisht gjese, sot nuk ka ujë, e ka ndalë rrimën, unë mund veç një kritik të bëj EVN-s, shkaku se ato nuk na lajmërojnë kur e ndalin ujin. Për shembull, mund vinë deri defekte dhe pompat që fugin ujin nalt. Shkaku e tij, se për shembull ne e pranojmë se disa muaj ne nuk e kemi të paguar rrimën elektrike, po unë i kisha lutë EVN-n që të bëjë pak tolerancë, ajo nuk ka bu tolerancë për shembull në fshatin tonë, për shembull për 2-3 muaj ka ardhur dhe ka ndalë. Banorët e fshatit Strimnic paguajnë nga 500 denar në muaj për ujin e pishëm dhe ato për rrymën elektrike. Ata presin që në të ardhmen e shpejtë menaxhimin e ujit për pije ta merr komuna e Zhelinës dhe banorët që të paguajnë në bazë të ujit që do të harxhohen e jo në mënyrë paushale. Edhe pse banorët nuk kanë ujë për pije, ata për momentin nuk kanë ndonjë zgjidhje të përkohshme, pasi që vetë fajsojnë veten për mospagesën e rrymës elektrike. Ata kërkojnë mirëkuptim nga kompania EVN që të lëshojë rrymën derisa të paguajnë faturat e tyre.